Brother Radio. Hey, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Big Brother Radio. Është shumë qef që jemi së bashku sot, edhe mbi të gjitha është e premte, edhe njerëzit e tyja është dalin edhe zhvillojnë aktivitetet e tyre të premteve, e shfrytëzojnë për mirë. Por jam e bindur që shumë prej jush zgjedhin edhe të flasin për Big Brother edhe të komentojnë për tavolinat e tyre kur mblidhen me miq e me familjar, sepse është një ndër tematikat që pëlqet shumë edhe të marrim opinione, edhe për më tepër tani që jemi vetëm 8 ditë larg finales. Jam shumë emocionuar sepse ndoshta kemi bërë atë betin ton, si ta themi, për të hedhur bastet se kush do të jenë finalistët mbi të gjitha edhe kush do të jetë fituesi, triumfuesi i madh. Ndërkohë me mua, unë ishim për shefin ton, duke konsumuar një gjë siç e bëjmë për ditë, një mikesha ime shumë e mirë, Kriselda Demetja, njëkohësisht është edhe gazetare në Top Albania Radio. Mirë se erdhe. Hello, mirë se vjen. Shumë qef që je me mua, sepse përveç se jemi mikesha shumë të mira, por edhe komentojmë shumë. Dhe thash pse jo, le të flasim edhe për Big Brother, meqense tema është e lirë, edhe çdo kush mund të bëhet opinionist tashmë për të ndarë mendimet edhe për të treguar mendimin për banorët specifik ose për realityn në përgjithësi. Dhe thash pse jo me shoqen time për të komentuar, mbi të gjitha ti bën edhe shumë lajme. Vërtet. Kështu që kush më mirë se sa ti që i shef 24 në 24 banorët, mund çmenduria. Jam bërë si një familjare e tyre. Si ndihesh njerë se ke për herë të parë që janë të Pra, kolltuk? që ka goxha emocion. Unë gjithmonë kam qenë prapa mikrofonit, prapa në backstage, kurse tani ndihet një emocion shumë i veçantë. Gjithmonë doja, dela ty do flasësh, do bësh ndryshe ndërkohë no. Po mirë, jemi më intime, se radio është çik më intime, kështu që E vërtet. Ja, do bëjmë publike mendimet tona. Edhe pse ne shihemi në Top Albania Radio edhe në televizor, tashmë jemi në kanalin 10 në digital, kështu që për gjithë ata që na ndjekin edhe aty, ju përshëndesim, se unë duke marr parasysh që jam gjithkohës te emisioni i Drekës, te një këngë për ty, edhe nuk ka kamera, ndonjëherë zgjedh, nuk e di, jam shumë e lirshme. Dhe argëtohemi shumë. Dhe harroj faktin që tani jemi në TV. Po tani do jemi pak të Jemi të Marrim çik sistemuara. pozicion. Mirë, make-upin e kemi bërë, jemi okay edhe për të vetëm një pije mirë na mungon tani. Duhet kishim marrë ndoshta ndonjë xhin, ndonjë gjë kështu. Ato janë pak më vonë, si. Pak më vonë, ndoshta pas emisionit, se do themi mendimin më troç se ç'duhet edhe ç'kesh pastaj. Aty pastaj fillojnë komplikohen. Komplikohen gjërat. Mirë. Do të ndalemi në disa video që ne kemi parë dhe kemi ndjekur gjatë ditës sotme edhe të djeshme. Unë madje kam qëndruar dje natën vonë edhe po shikoj edhe pak banorët në sfond. Ndërkohë pash edhe një debat të ashpër që u zhvillua mes Rogerti dhe Selin, po do të flasim pak më vonë për të gjitha videot. Mbi të gjitha do të flasim në lidhje me finalistët. Ne kemi disa pretendime ose të paktën kështu mendojmë se kush do të jenë më të favorizuarit, kush nuk do të jenë më të favorizuarit. Duam edhe mendimin e dëgjuesve tanë, pse jo, për të na treguar edhe më shumë. Bashkë edhe me ty Krisi do të flasim se kush do të jenë pretendentët e tu për finalistë edhe fituesi në fund. I kemi Kemi, do të flasim pak edhe për çiftin Brikena dhe Mateo. Do të flasim edhe për ta, për të treguar, domethënë, do ta marrim që nga fillimi për gjithë rrjedhën edhe vazhdimsinë e zhvillimit të marrëdhënies së tyre romantike, emocionale, për tërheqjet edhe për gravitetin e tyre emocional, sidomos të Brikenës, e cila nuk ishte shumë e lehtë ajo vajzë. A duhet të funksionojnë kështu vajzat sot? Që meshkujt i pëlqejnë dhe t'i duan më shumë? Tani me thënë drejtën, ne sillemi ashtu kur s'na pëlqen djali në fjalë. Kur s'na pëlqen djali? Paktën personalisht. Se është okay loja në fillim me këndshme, po tani vjen një pikë që se duhet marrë dhe parasysh që ti brenda aty 24 orë në 7. Po, e vërtet. Dhe nuk mund të krahasohet me këtë që do të thuash që nuk e pëlqen. Për mendimin tim jo. Për mendimin tim është thjesht një gjë momentale ose një shpëtim, le të themi, drejt finales, sepse fatkeqësisht Brekena
s'është se ka pas një debat vetin, ose nuk është se ka pas një rrjedh të lojës shumë të fortë ose shumë. Po, a nuk mendon që do ishte dorëzuar në një moment sepse është një kohë shumë e gjatë. Domethënë, nëse ajo do të ishte një lojë, do të vazhdonte deri në këtë pikë pra? Dëgjoj, do të marr parasysh të faktin që nëse kemi parë kur Brikinën të bërtasi, ose nuk e kemi parë kur dali nga vetja, domethënë ajo gjithmonë që nga dita e parë ka mbajt një figurë shumë stoike, që un jam kjo dhe domethënë un jam vajza e mirë, jam e qetë, mua nuk më intereson debate, nuk më intereson kjo, dhe në asnjë moment, edhe kur është ngacmuar qoftë nga Edisa, kur nuk doli nga vetja, mund të kishte disa ngritje tonesh, por prapë e kapte veten dhe qëndronte tek figura e saj që nuk ka lëvizur nga aty, domethënë. Edhe shumë e habitshme që nuk ka treguar asnjë lloj emocioni. Po mos ndoshta ky është karakteri i saj. Ndoshta ajo gjithmonë ka qenë në këtë linjë edhe jashtë, pra, edhe jashtë Big Brotherit. Ajo është një karakter i qetë që nuk dëshiron që të bëj shumë debate ose më saktë tërhiqet, sepse kemi parë pra edhe në jetën tonë të përditshme hasemi me njerëz që nuk janë shumë hiperaktive dhe nuk duan që të përfshihen në debate. Përgjithsesi, do të flasim për shumë gjëra sot. Jam shumë e lumtur që siç e thash jam me Krisin dhe me DJ Kleon në pultin e transmetimit që dua ta përshëndes në veçantë. Ju që jeni nëpër makina, gjithashtu shpresoj që të keni një mbrëmje shumë të këndshme duke ju shoqëruar edhe Top Albania Radio. Qëndroni me na. Kisha një lloj emocione. Po, imagjinoj ti jesh aty brenda. Unë kam menduar, unë mendoj që gjithë njerëzit, edhe një person i thjeshtë në jetën e tij e di që s'do kur në Big Brother, siç jemi unë dhe ti. Bishaga. Okej, sa bësh modeste, po e kam menduar një herë veten brenda shtëpisë, çdo kush. Edhe kam menduar se si mund të ishte forma e tij, se si ai do qasej ose ajo do qasej brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ti si do qasesh për shembull? Unë të kam menduar ty brenda Big Brother. Dhe mendoj disa njerëz të tjerë më kanë menduar supertusen tona dhe do zgjidhja me gjithë komentuesin. Veten time. Unë nuk mendoj se do thënë nuk do zgjasja shumë gjatë. Ja, kisha fjalën. Po pra, unë këtë nuk detyroja dot. Unë mendoj që do dilja me zarfzim. Vërtet? Po. Pse? Jam shumë impulsive. Vërtet? Po. Okej, sa mirë që s'e ke treguar ata. Nuk më ke prek. Jo, s'të kam prekur në tela. Jo, dhe nuk do ta bëj ndonjëherë, po mendoj që aty brenda vjen një pikë që ti harron që ke kamera dhe thjesht domethënë nëse dikush bën ndonjë koment ose thot diçka që ndoshta ty të afekton ose të prek shumë thellë, le të themi, ose disa parime që ti nuk i toleron, unë ato momente bëhem shumë ekspresive. Po siç kemi parë dhe siç kemi dëgjuar dhe historia ka treguar, njerëzit ekspresiv duket se ecin goxha gjatë. Edhe meqense jemi këtu, në personi i parë që të vjen ndërmend si një person ekspresiv është Rogert. E di që do thoshim i zëri sepse nuk i shmangemi dot faktit që ai ishte një ndër personazhet më të zhurmshëm të momentit, edhe padyshim që ka shkaktuar disi kaos në atë shtëpi, edhe ndonjëherë ka shkuar në agresivitet, ndonjëherë ka bërë dëm emocionale për banorët e tjerë, të cilët e kanë përjetuar, edhe në këtë rast më e viktimizuara, por edhe ajo e cila e ka ndjerë më shumë ka qenë, po targeti ka qenë Selin, dhe duket se kanë patur edhe një debat të ashpër mes njëri tjetrit, dhe unë do doja që të ndaleshim në një video mes tyre për të komentuar. Është një video e cila është në numrin mos gaboj tek 4. Okej, kemi. Le ta dëgjojmë së bashku dhe e komentojmë. Ti ke qenë e njëjta më vajz, po çfarë argumenti ke dhënë ti të ndryshëm her pas here për koherencën tënde? Sepse edhe koherencën duhet ta argumentosh, duhet ta mbrosh pse ti je koherente, ose ti je koherente sepse të intereson ta kesh kundërshtar që t'jeni të dy në finale, ose ti argumentoje koherencën tënde. Çfarë justifikimi, çfarë argumenti Brikena mos ta kish pas marrëdhënien me ato Brikena, unë për mendimin tim kish dalë mati. Unë ula dhe i thash Brikena, po cila ka qenë situatat tuat vështira? Ardha e Mateos edhe situata me Tanin. Domethënë situata me Tanin që ka ardhur më fund krevat. Domethënë ti shokun ta të ngushtë në mënyrë të pabes e ke nxjerr me zarf të zi.
Okej, kjo ishte një video që kishte të bënte pra me Shëndritin edhe Selin, që kanë folur për Brikenën në këtë rast. Do të ndalim pak më vonë te Rogerti dhe flasim pak për këtë bisedë. Shëndriti tash më duket sikur është aktivizuar. Është aktivizuar edhe pse ai ka qenë në heshtje për një kohë shumë të gjatë. Dhe tani duket sikur ndoshta ai mendon që pse jo? Unë mund të jem në finale, përderisa unë jam kaq afër saj, pse jo unë mos ta prek dhe unë do të përdor ndoshta gurët e mi të fundit për të goditur Brikenën. Unë mendoj që nëse ky është mendimi i Shëndritit, e ka menduar shumë vonë. Pak vonë. Po, dhe unë nuk mendoj që Shëndriti me të vërtet mendon finalen. Unë mendoj që edhe ai ndoshta është i surprizuar deri ku ka arrit, domethënë gjysmë finale i bie. Po, këtë të shtunë. Dhe mendoj që këto në fakt tashethimet ose bisedat prapa shpinës ka nisur shumë javë më përpara. Që kur ndodhi një lloj përplasje, siç e quajnë ata, nga Mateo për Selinin, i cili aludoi që mes Rogertit dhe Selinit mund të ketë një lloj aleance që nga jashtë dhe bla bla. Dhe mendoj që në atë moment Shëndriti si ëmbël dhe si but, si pa undir, u pozicionua në krah të Selinit. Domethënë siç ishin të katërt, pavarësisht se duken sikur ka një lloj aleance, mendoj që janë të ndarë shumë sikur Selina tërhoqi Shëndritin sepse ajo nuk kishte pas daljes Gimbos. Po, pas daljes së Gimbos sepse ajo nuk kishte më një aleat, po, ngeli vetëm, kështu që u afrua edhe më shumë me Shëndritin. Në Shëndriti patjetër që interesoi ose ndoshta edhe kimia i shkonte për shtat, kështu që ata u gjendën shumë mirë në bisedat e tyre. Por ky sulmi që po i bëhet Brikenës nën mëng ose ndoshta edhe përballë shpeshherë, a mendon se do ta ul Brikenën apo do ta forcoj Brikenën në këtë pikë të lojës? Me thënë drejtën nuk e shoh si sulm. Thjesht mendoj që ata po bëjnë një analizë loje që unë bie kompletësisht dakord me ta, sepse po tregoj një realitet, domethënë që Brikena ka arritur ku është fatkeqësisht vetëm për lidhjes që ka pas me Mateon. Pra, ata u ndalën edhe tek marrëdhënia me Mateon. Edhe madje në bisedë thuaj që Brikena ka patur dy momente, siç dhe ajo vetë shprehur, dy momente të vështira. Ardha e Mateos në fillim që e vuri në një pozitë të vështirë dhe futja e Tanit në krevat ka qenë një tjetër që ajo ka cilësuar vetëm me gojën e saj si dy momente të saj më të sikletshme. Por tek marrëdhënia me Mateon duket sikur gjërat rrodhen shumë ndryshe nga ç'ne i menduam në fillim edhe ne imagjinuam në fillim, sepse ajo vuri dorën dhe tha stop. Unë nuk dua më. Në fillim. Pra për Mateon për flas. Unë mendoj që ajo nuk donte të vazhdonte diçka me Mateon, por mendoj që u ndikua edhe nga fjalët, edhe nga ndoshta votat e publikut që Mateo u zgjodhi preferuar. Fillon duke ardhur dronët, pastaj erdhi te takimi me mamin, që Mateo mos gaboi dha dorën e përshëndeti, kërkoi dhe falje ndoshta nëse ka mërzitur, që më sa më mend. Dhe mendoj që gjitha këto ajo i ka parë si disa sinjale që okay, po e provoj, po jap një shans, pastaj dali ku dali. Po, edhe telefonatet e jatit, mendoj që ishte një tjetër. Po, ishte një lloj nxitje. Por edhe droni më pas nga Daja të famshëm që do pinin kafe me Mateon, ishte si tip finalizimi, konfirmimi të tyre për këtë marrëdhënie. Por unë personalisht mendoj që kjo lidhje nuk do zgjasë shumë jashtë. Mendoj që nuk do zgjasë. Do të shohim. Nëse vazhdon shumë. Unë mendoj që njerëzit aty jashtë vën baste për këtë gjë. A do të vazhdoj? E vendosim dhe në live. Tani unë jam mendimin me ty. Çfarë të bëjmë? Fitojmë të dyja. Ka ndonjë aty të regjia që ka ndonjë mendim kundra që do zgjasë marrëdhënia? Po regjia. Që ta hedhim bastin live. Gjithë mi kanë dakord. Ja, pasi s'doli. A qa jeni. Mirë, do të ndalim pak tani te Mateo. Ka patur një tjetër debat dhe sipas radhës do të vazhdojmë me videon e dytë. Sepse ka patur një debat midis Rogertit edhe Mateos. Dikush u quajt viktim, kush ishte viktima? Ne zbulojmë tani. Hajde. Po ti nuk e di personalisht nuk është tur. Sepse ti s'ke se ti e ke dhënë. Ti nuk e vujt një. Çka ke vujt një? Na tuj. Ti ka ke vujt autoritate. O ma vujt tu kapitu. Vujt pa vujt.
bërë fitus. Viktimizim ti? Unë s'kam marrë për viktimizim. Ti ke marrë për viktimizim. A Ti ku me ti? shance të fitosh Big Brother. Ku kam bërë viktime? Jo, mirë, pse s'flet? Ti vetëm bë viktime. Po ku e kam bërë? Ku kam bërë viktime? Thuje. Ti do fitosh Big Brother. Thuje, ku kam bërë viktime? Ti bë viktime që fillim Thuje, ku kam bërë që ta kuptoj? Duke bë valigje, duke dalë te dera, duke i bërë gjinafi publiku. Si qa bë? Thuaj historitate. Dhe çfarë bën? Vjen këtu me të madh, historia ime ka qenë më e fortë. Historia ime ka qenë më e rrishme. Kërkoj dhe ndihmën e Mirit, Rogerti. A jam unë viktim apo s'jam unë viktim? Madja i tha Mateos që duhet jesh i vuajtur për të qenë finalist. Pra duhet të kesh vuajtur në jetë dhe ti nuk je një njeri i vuajtur. Ky argument vlen edhe në jetën aty jashtë. Ka shumë njerëz që po ti s'ke vuajtur, un kam vuajtur. A duhet të krahason hallet apo vuajtjet mes njëri tjetrit? Tani, nëse eci me këtë logjik, i bie që aty brenda duhet ishte dhe Stenaldo. Që përshëndeshim këtu. E përshëndesim Hi, Stenin. Hi, kemi shumë gjan. Kështu që unë mendoj që Big Brotheri nuk ecet me vuajtje, kush ka pas jetë më të thjeshtë, kush ka pas jetë më të vuajtur e gjëra të tilla. Unë mendoj që këtu thjesht kanë dashur të gricën. Apo i vjen inat ndoshta Rogertit që Mateo është kaq pranë finales, ndoshta mund edhe ta zëvendësoj. Unë mendoj që thellë, ndoshta Rogerti edhe e do Mateo në finale. E do. Po. Pse mendon kështu? Së di të t'jap një argument për një. Ma jem ajo shisa ime, intuita ime femërore. Nuk e di. Ndoshta nga që e ngacmon shumë. Okej, e bëjmë pyetjen kështu që të dalim aty ku do. Le të bëhemi psikologe. Kush nuk do Rogerti që të jetë në finale që të doj Mateon? Unë mendoj. Pra, kë do përjashtojmë? Shëndritin. Nuk do Shëndritin, okej. Dhe? Unë mendoj që gjithë që unë mendoj që Rogerti Brekenën e do? Është shumë prej e lehtë për Rogertin. Pse di të ta. Dgjoj, unë mendoj që për Rogertin ato persona që ai i sulmon, ato do në finale. Do të thënë, sepse është një lloj taktike, siç ka bërë me Selinin, që e sulmon, do të thënë e agravon situatën dhe kështu kapin dhe primet, por edhe bëhen faktor. Po me që ti bësh faktor nuk bësh dot vetëm, kështu normalisht do bëhesh me personin që ti po bën debatin. Se po ti ishte që nuk do donte në finale ose nuk do donte që të ecë, do e lente në hije. Nuk do jepta situata. Qartë, por jo gjithmonë është kështu. Jo gjithmonë është kështu, edhe pse kjo është forma e duhur, pra ti nuk merresh me atë e lën në hije, por ndonjëherë ti e ke inat personin dhe domosdoshmërisht ti edhe sulmon atë, kështu që jo gjithmonë mund vlej kjo gjë. Unë mendoj që brenda Big Brother nuk është se ka shumë inate. Domethënë që më duket shumë fjalë e madhe inat, urrëti që përdoret dhe komentohet, mendoj se shumë fjalë e madhe. Inat për lojën gjithmonë, po normalisht. Nëse do ishin personale pastaj gjërat. Unë mendoj për shembull, ja mund marrim rastin e Selinit dhe Rogertit, që kur kishin sfidën e Enzo Atinit, mos gaboj që do të qëndronin me një njëjtën bluzë, bën dhe argëtim edhe qeshën dhe bën batuta me një person që ti e ke aq inat brenda lojës, ti nuk rrit dot as 2 sekonda, pavarësisht se plani i Selini ishte që ta priste lojën në moment fundit. Unë mendoj që sado që të zihen, thell. Ata si motër e vlla. Fix, zihen si motër e vlla. S'kan çfarë bëjnë, ata kanë, kështu që duan apo s'duan ata. Aty janë brenda atyre mureve me ata banor. Shkojmë tani tek një ndalesë muzikore, do të vi Benson Vola, mund ta prezantoj këtë këngën, prezantojmë këngën këtu në këtë emision apo jo? Ne rikthehemi me të tjera video dhe me të tjera zhvillime. Shndrojmë në këtë transmetim live, jemi në Big Brother Radio. Sa qef që jemi këtu, më kishte marrë shumë madhe për këtë emision edhe dua të përshëndes edhe Elonën edhe Atalantën që e kryen këtë mision me shumë sukses. Edhe me shumë të ftuar në fakt që i bashkojnë këtë studio të bukur edhe magjike, ndajnë opinionet e tyre për Big Brother, por kësaj herë jemi ne të dyja. Edhe vazhdojmë që të ndajmë mendimet tona, meqense jemi edhe më afër finales. Unë nuk dua që të mbaroj, po është besoj shumë e vështirë edhe për banorët që të zgjasi vetëm që ne të argëtohemi, është çike pa drejt. Kështu që do të vi fundi edhe këtij rrugëtimi, s'kemi çfarë të bëjmë. E vërtet. S'ka më tema diskutimi njerëzit. S'ka më tema. Po, të punosh në top
Do gjesh tema, do gjesh tema nga më të ndryshmet. Mirë, do të shkojmë tani tek një tjetër video. Është Shndriti që ka filluar të ngacmojë disi Brikenën, duke i kthyer historinë e njohjes mes Mateos dhe Brikenës, ku kjo e fundit është acaruar dhe madje i është kthyer me tone të ashpra. Unë them të shikojmë edhe ta komentojmë bashkë. Besoj ti e din që se ky se ka fuqinë me fut xizat. Fare. Shëndret, më fal, jam të fol me Rogertin. S'ka lidhje dhe Jo, po bashkë se do të tresh. Unë po tam ty, s'ki nevojë mi thon Rogerti mos fut xizat, si Jo, normal se përdesa i përmend gjëra që kanë ndodhur në fillim kur jemi kur është fut Mateo Mrena, normal që dën me fut xiza. Jo, s'ka ba xizat tash me kamerun. Xiza dën me fol ti tash dën me jam martuar me s'ka ma. Që kanë ndodhur para 3 muajve. Fare. Xiza janë ato. Jam të fol çfarë thu ti nga goja. Thu sinqert. Bukur, ma jep një. Xiza, çfarë xiza Rogerti te ju? Fare. S'mund t'ja lesh xizave ma, kanë kryt xizat. Unë e kuptoj që ti ja ke frikë Rogerti, dën me mbrojt Rogertin dhe dën me msulmu mu kot kështu fare, por që tash me ardh ky më pyet mu kur është fut Mateo, cili ka gënjy, cili s'ka gënjy, është një gjë që na kena kalu, e kena superuar gjë, po kupton. Për me fut xiza. Qysh? Unë që tash në këtë moment e sulmova Rogertin. Jo, ti mu më the, mos i Jo, thuj tash këti. thuj Rogerti që ky s'ka fuqi me fut xizat e ju. Jo, ti mu më the pse pi thu mos fut xiza. Po, kur ky se ka fuqinë me fut xizat e ju. Po se ka fuqi normal, po mundohet, për që po mundohet. Se ka fuqinë. Mirë. Mirë se erdhe Brikena në lojë. Mirë se erdhe Brikena. Mendon që Mateo apo Brikena kanë dhënë më shumë për këtë lojë? Mateo. Përse? Mendon që Mateo është një lojtar i fort apo Mateo ka qenë vetvetja dhe ka qenë shumë natyral, qoftë në shpërthimet e tij, qoftë në, po, ka qenë gjithçka organike? Mendon? Unë mendoj që Mateo e nisi shumë mirë dhe po pozicionohej shumë mirë në lojë. Por mendoj që lidhja me Brikenën, aq sa e ka ndihmuar, po aq edhe ka sprapsur pak në lojë. Kështu që mendoj që erdhi një pik, sidomos muajin e fundit. 3 javorshin e fundit ose pak më përpara. Mendoj që ai u fokusuar shumë tek lidhja, edhe komentet nga jashtë, domethënë opinionistëve, ose edhe vetë Brikena që bankoi për vëmendjen që është e përqendruar te loja, gjitha këto e stopuan pak lojën e Mateos, domethënë nuk përfshihemi në për debate shumë, ose nuk pa avanconte më të lojë sepse kishte mendje që bënte për vete akoma Brikenën. A mendon që ai është kundra të gjithëve vetëm për të fituar Brikena? Ai tashmë fituar, ai e ka tashmë Brikenën padyshim. Për momentin, po. Krise. Po mendon që ai doli kundra banorëve dhe kjo gjë e favorizoi? Unë nuk mendoj që i doli kundra banorëve. I doli vetëm 2-3. A ka një armik specifik? Pra, Jo. ka një armik të mirëfillt që e ka sulmuar që nga fillimi dhe deri në fund i ka vazhduar kësaj loje, siç ndoshta mund të themi për Rogertin edhe Selin që kanë qenë gjatë gjithë kohës kundërshtar. Unë nuk mendoj që Mateo ka ndonjë armik ose ndonjë kundërshtar që i përshtatet formatit të tij të lojtarit. Unë mendoj që Mateo e nisi shumë mirë me debatet me Mirin. Por pastaj nuk e di pse filluan të zbehen, ndoshta edhe mbaroi loja ose strategjia që ka pas mendje ose pastaj i ndroi fokusi. Nuk e di pse nuk ndoqet në njëjtën rrjet. Tani okay, ka ngacmime edhe tek Darka para disa netësh, mos gaboj. Patën goxha debate të forta, por që i ka kështu me hope. Një javë është shumë aktiv, një javë është i qetë, një javë, por nuk mendoj që ka një kundërshtar Të mirëfillt përballë. E shikon në finale? Mateo? Shikon. Është një ndër finalistët e mi. Po Brikenën? Fatkeqësisht edhe Brikenën e shoh në finale. Pse fatkeqësisht? Fatkeqësisht, bëj shaka. Tani bëj pak humor. Po tani nga ato që kanë ngel aty Brikenën do të çosh se ka që nga dita e parë, okay, për historinë e dashurisë është përfolur, pastaj ka dhënë një shembull ndoshta ndryshe për shoqërinë shqiptare të vajzës. Domethënë është Selin dhe Brikena që janë dy pole shumë të kundërta dhe tregojnë dy femra të shoqërisë shqiptare që janë, domethënë i portretizojnë të gjitha llojet, le të themi, ose dy imazhet kryesore. Me që themi tek imazhet, sepse dua të ndalim pak të një spot publicitar. Kush është më e bukur
Nga gocat që kanë ngelur. Krisi. Faleminderit. Të lutem. Edhe Kloe. Edhe Glerja. Glerja, love you. Po edhe, vërtet. Gjitha gocat të Albanias. Shumë të mira janë. Na ka zgjedh kështu. Pse e futa edhe vetën kështu. Edhe çuna, po mirë, tani do t'i marrim. Kështu nuk komentoj. Do t'i marrim të gjithë. Gjithë janë shumë të mirë. Jemi shumë të bukur dhe jemi një familje shumë E vërtet. e dashur. E vërtet. Me njëri tjetrin. Po, kush është më e bukur? Kujt do t'i shkonin syzet më bukur për shembull? Seline. Nga ato që janë aty brenda. Selinës mendon. Yes. Okej. Sepse dua të ndalim tani tek Max Optica, gjithmonë e para në stil. Zbuloni koleksionin e ri Spring Summer 2026 të syzeve të diellit, trendet më të fundit nga markat më prestigjioze, aty ku dizajni modern, teknologjia dhe komoditeti bashkohen perfekt. Këtë sezon gjeni modeli që ju flet për ju, elegancë, sportiv apo bond, zgjedhja është e juaja. Edhe ky është një lajm i bukur. Deri në fund të muajit përfitoni deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femra. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Bukur, faleminderit shumë Max Optica, e ndërsa ne do të vazhdojmë tani në publicitet, do të rikthehemi sërish për të ndalur në video të tjera. Jemi drejt finales së madhe, ku vetëm 4 do të jenë finalistët që do të prekin finalen e magjishme. Jemi shumë kurioz për të mësuar se si do ndërtohet e gjitha. Teknologjia e kësaj here ishte në nivele shumë të larta, nuk e di. Mrekullueshme. A të bëri përshtypje. Mua më bëri shumë përshtypje. Mua më duk sikur e ardhmja është shumë pranë, edhe Top Channel edhe Big Brother e kanë prekur atë, edhe tash më sjellin si mund të koncentrohesh. Nuk e di, unë do doja të isha në vendin e tyre kur kanë përjetuar atë moment digital. Po, shumë emocion. Shumë emocione. Por në finale do të presim shumë surpriza, do të presim mbi të gjitha edhe për të mësuar se kush do të jetë finalisti, pra fituesi, i cili do të fitojë 100.000 euro. Çfarë nuk bëhet për 100.000 euro? Çfarë nuk thuhet për 100.000 euro? Dhe me këtë video që do të sillim tani, kemi një përballje të fortë, është edhe video e fundit, kemi një përballje të fortë mes Rogertit dhe Selin, i cili ky i fundit nuk ka të ndalur. Pritshme. Nuk ka të ndalur sepse mbi të gjitha do të themi që Rogerti është ai person i cili që nga dita e parë që është futur në shtëpi e deri më tani gjithmonë e ka sulmuar Selin. Edhe në momentin ku situata u bë disi serioze, ku erdhën edhe pati një reagim nga familjarët e Selin, edhe mamaja e saj e cila u fut brenda shtëpisë dhe dëshironte që ta merrte me vete Selin, nuk kishte një qetësim të luftës, pra Rogerti vazhdoi duke përdorur edhe prindërit, siç ka bërë edhe në këtë rast. Që pse unë dhe ti kemi marrë? Mund flasësh me, për nëna jeme s'ka ardhur mbi. Mund flasësh me. Nuk ka ardhur. Nëna jeme mund flasësh me. Madje nëna jeme mund të jetë edhe fansja jote. Unë po të them, pse unë edhe ti kemi marrë. Diferenca në stemme me tonë. E jotja, a fut loj. E jemi as ashtu loj. Po, e jotja. Karme të marr. Ndoshta, e jotja, ishte dashur me fundoj, po do ishte kundra teje. E jemja? Jo, e jemja. Do të vim për me të përqafu ty. Të vi edhe unë e përqafoj më ja, pra, bashkë. po s'ka mundësi për mente për mull tua, ja. Pyetja është, a do të arrijë Rogerti që të preki finalen me këtë lojë që ai po bën, edhe duke përjetuar ditët e tyre të fundit të banorëve në këto terma që ai përdor edhe në këtë lloj gjuhaje që ai përdor. Unë mendoj që jo. Unë mendoj që Rogerti del këtë të shtunë. Mendoj që del këtë të shtunë? Po, sepse mendoj që publiku e ka mbajtur brenda vetëm për të mbajtur pak dinamika të gjallë. Deri në javën e fundit, por në të vërtetë nuk mendoj që Rogerti do e prekë finalin, do të shpresoj që jo. Shpresoj që jo. Mendoj që ka patur njerëz që kanë dashur Rogertin dhe lojën e tij brenda, sepse kam dëgjuar që ka patur dhe nga ata njerëz të cilët kanë thënë që ajo që ai po thotë është e vërteta e tij, pra është sinqeriteti i tij edhe pse është thënë në një formë disi të ashpër dhe vulgare.
Patjetër që po, domethënë çdo personazh që ka qenë aty ka pas fansat ose admiruesit e tij. Ndoshta sepse ato bien dakord me një pjesë të vërtetave të Rogertit në këtë rast, ose sepse edhe portretizojnë personalitetin e tyre ose shohin veten. Se jo, është dhe ky version tjetër. Ose thjesht Unë mendoj që ai do mërzitet shumë. Oh jo. Rogerti DJ Kloe. Po. Rogerti do mërzitet shumë që se prek finalen. Do qajmë gjithë. Jo, unë pres reagimin e tij. Tani, këto janë gjitha huazimet tona, se gjithçka mund të ndodhë, jetojmë në Tiranë, do të miri. Të lutem. Vogor, ne kemi vërtet drejt fundit. Është gjithmonë qef që të flasësh për Big Brother, është gjithmonë qef që të flasësh me njerëz shumë të mirë, siç je ti, Kristi. Faleminderit shumë që ishe me mua këtu. Faleminderit që folëm disi edhe pse nuk mjaftohemi asnjëherë. Ndërkohë dua të përshëndes, nuk e di a ju kanë përshëndetur ndonjëherë regjia, po do ta bëj unë kësaj here, meqense rrugëtimi i Big Brother ka qenë i gjatë. Ka qenë i gjatë edhe për çunat, besoj se është një mision për ta. Ndërkohë DJ Kloe dhe ty e dashur dhe gjithë dëgjuesve që na kanë ndjekur edhe kanë qenë me ne në këtë orar të vonë të darkës. Faleminderit shumë. Thank you. Thank you.